Mirë se vini të aventura jonë sot. Sot jena me një aventurë, me një vlog, me një aventurë 10 ditore në mal. Kjo është vlogu im i parë që po baj për këtë sezon edhe vlogu i parë për këtë kanal. Bëni like, subscribe edhe comment nëse do një vlogje tjera si në plazh ose në fshat ose ku ta diun. Zgjidhni ju një detaj. Nëse ju pëlqen ky vlog, zgjidhni një detaj ku do ta bëjmë tjetër. Jam këtu jashtë. Do jetë një aventurë shumë e bukur, do dalim te një mal, do shkojmë atje te mali ka një fush. Është lart, po ka një fush. Ktu është shumë bukur, kështu që shiheni në vazhdim. A few moments later. Sapo dola pak jashtë sepse brenda është shumë vap. Vendi është bukur, ja vlen për ta për pushime. Vendi është shumë i bukur, por rruga është tmerr. Tani do t'u tregoj një pjesë të maleve. Ja, te është mali i prerë krejt. Atje është sipër. Ktu ka edhe stane. Ka stane për lopët edhe për dhit. Është një vend i bukur. Te një ditë tjetër, kur t'jetë mundësia, ne do të shkojmë dhe do të dalim te një fushë e madhe. Është një livall shumë i madh. Do t'jetë një aventurë shumë e bukur, kështu që ndiqeni këtë aventurë. Por tani për momentin është nxehtë, është drek edhe nuk e besoj se mund të lëvizim, mund të dalim, por më vonë besoj se do ikim te kroji, sepse është një krua për të pirë ujë. Do shkojmë atje, do pim ujë, pastaj do rikthehemi në shtëpi. Do jetë një aventurë shtëpi te kroji. Do ja kalojmë bukur. A few moments later. Shipe, fatkeqësisht ja ka nis me ra shi edhe nuk kam shku dot te kroj, plus që po bie shi po edhe ka bon ftoft, ja jam vesh me gjata. T'ju tregoj pamjen në 2 sekonda se si është jashtë. A few moments later. Nga diell që ishte ndrek, shipe tash është bo vran, tu ra shi, tu vete tu. Po nejse, edhe pse po veta në kështu, është bukur. A few moments later. Si që për e the, ku këtu po bjen shi, është e vështirë për dalë, sepse nuk ke ku del, lagesh, nuk ka në strejere, qadra s'kemi marrë, nuk mund të shkojsh as te kroj dhe as te lokali, sepse te shtëpiat nuk ka internet, e nuk ka zval telefoni. Por gjithsesi ja vlen si aventurë, se është një aventurë shumë e bukur, pa telefon, ku shikon pamjen, arktohesh etj. Tani shihemi në vend. A few moments later. Shipe, unë al pak shiu se ka qenë të ra ekstrem shi, shkova piva ujë, po nuk arrita me marrë do telefonin se ka qenë të ra dhe atëherë shi, tash është nal pak. Besoj se te ujë do shkojmë vetëm nesër mëngjes ose me shku ma vonë darkë, nuk e di. Se natën shkojnë ka ari atje dhe si dihet na del para kot. Kështu që shihemi kur shkojmë me pi ujë tash se është shumë ftoftë. A few moments later. Kur i ktheva për krejt, por te krejt nuk arrita dot me marrë telefonin se ka qenë të ra shi, edhe mëngjesherët ka qenë dhe ka marru telefonin në shtëpi. E ka mu shishën ja ku është. Bani like, subscribe edhe comment nëse doni që të vazhdojmë me vlogje. Ky vlog del dielën me datë 12, nuk e di se në çfarë mund dal kur të marrë editimet. Edhe tani shihemi te pjesa ku do të dalim nal. Se harrova t'ju them dhe diçka. Fillon sezoni gaming. Tani po fillon sezoni gaming dhe do të vinë video nga më të ndryshmet me lojra PlayStation, me Minecraft edhe me Call of Duty Mobile. Do të vinë edhe vlogje dhe shumë gjëra ndryshme, kështu që ndiqeni këtë vlog për më shumë. A few moments later. Dola pak jashtë për shiku këtë panoramë bukur, për të marrë ajër të pastër që ka ky vend, për shiku këto male, këto lisa, këto ahe. Edhe kam, do me thënë te kroj, do të shkojmë vetëm nesër, sepse tash është pothuajse është vonë edhe nuk shkohet.
Nesër ose besoj ndoshta nesër do të organizohem dhe do të shkoj te fushat, do të shkoj te livadhi i madh. Atje lart do t'ju tregoj se sa i madh është livadhi dhe ku duket një pjesë e rrugës nga vjen prej poshtë, kështu që shihemi në vazhdim. A few moments later. Kjo është një pjesë e malit, pjesa e parë, ka pjesë nga krau këtej, ka pjesë dhe nga krau poshtë. Ja ku është një liçen atje. Është një vend shumë i bukur, kështu që për të ardhur për pushime, këtu ja vlen për të dalë sepse ka një peizazh shumë bukur natyror. Sot, me thënë drejtën, unë edhe jam kënaqur, por edhe jam mërzitur sepse sot është dita e fundit që unë bëj pushime këtu në mal. Dhe pastaj do zhvendosem dhe do shkoj përsëri në qytet. Atje ku është një klimë tjetër me malin këtu, për shembull mes të verës, mes të korrikut, jeni me mangë të gjata. Ndërsa në qytet as me bluzë mangë shkurtra nuk rrin dot. Është një vend shumë i bukur, ja vlen për të nejtë këtu, kështu që shihena në vazhdim sa t'ju rregulloj diçka. Shive, ky vend është midis Lurës dhe Kunorës, është një varg mal. Këtu është një krua, është krua kurues, ku shumë njerëz që kanë probleme vinë për të kuru këtu. Më shumtit është edhe për veshkat. Doja t'ju merrja përpara te një shëtitje tjetër që dola nga një pjesë e malit, por nuk kisha karikim në telefon dhe nuk arrita t'ju marr dot. Tani këto ishin pjesët e malit, këto ishin varg malet, t'ju tregoj edhe një herë disa pjesë që janë çuditshme, janë gropa që krijohen nga akulli. Kur bie borë këtu dhe ngrin akulli krijon gropa, kështu që pritni t'ju tregoj. A few moments later. Ja ku është pjesa tjetër ku janë gropat e njëjta, siç e thash, bëhen nga bora dhe nga akulli, kështu që shihemi tani në vazhdim kur bëhemi gati dhe të lam vendin. Mirupafshim. Pra, i shikoni këto gropat këtu para, këtu poshtë që po ju tregojon me gisht, janë gropa. Këtu është vendi është mbi nivelin e detit 1400 metra. Dhe kur bie borë, se tha shi, këtu ngrin vendi dhe akulli krijon këta gropat. Edhe atje në cep në mal, po të shikoni edhe këtu poshtë. Tani pritni t'ju tregoj edhe pjesën tjetër. A few moments later. A few moments later. Tani dola te një vend më sipër dhe erdha këtu, thash t'ju tregoj edhe një pjesë tjetër të vendit se ku unë jam, të maleve që duken, pritni t'ju tregoj. Ja, është një panoram shumë e bukur. Nga këto male, këtu, kur të vish te këto male, sidomos ajri është shumë i pastër. Këtu sa po të marrësh frymë, dëgjohesh krejt njeri tjetër, sepse është ajër i pastër, nuk ka smog, nuk ka tym. Është shumë bukur, ja vlen për të ardhur këtu. Kështu që, siç e thash, shihemi kur të bëjmë gati çantat dhe t'ikim, t'lam këtë vend bukur. Prova t'ju thoja. Te ky kanal do të vinë shumë video të bukura, do vinë vlogje nga më të ndryshme, vlogje në plazh, video gaming e shumë aventura të ndryshme. Kështu që bëni like, subscribe edhe shiheni këtë video sa është një ndër videot më të bukura që keni për të pa te ky kanal. Ju dua shumë. Bëni like edhe subscribe, mos harroni. Ju rujt zoti. Ky ka qenë vlogu im i parë dhe shpresoj që të jetë më i suksesshëm se videot tjera. Kështu që ndiqeni video në vazhdim sepse është një gallat fare. Është bukur, besoj se ndoshta në fund do të vendos papa skenat. Kështu që shiheni videon sepse është një video shumë e bukur. Jam kënaq duke edituar sepse po mungon ky vend, po do të mungoj ky vend ku jam tani. Kështu që shiheni. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer kjo video, bëni like edhe subscribe. Komentoni nëse doni video tjera. Tash i erdhi fundi aventurës tonë. Është data 11. Tani do iki, do nisem për qytet, kështu që shpresoj t'ju ketë pëlqyer kjo video. Bëni like dhe subscribe, ju dua shumë. Mirupafshim.